Këto nuk janë thjesht statistika, janë histori suksesi që tregojnë se kur u jepet mundësia të rinjt shqiptar din të shkëlqejnë. Jam shumë e lumtur që sot çelim një tjetër dritare për të rinjt dhe që vazhdojmë bashkëpunimin e qëndësishëm me Universitetin Politeknik Tiranës. Dhe siç e thash, kjo është në kuadër të paktit me universitetin dhe do të vazhdoj me të njëjtin ritëm. Marrëveshja që nënshkruajmë sot mes Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Universitetit Politeknik të Tiranës shënon fillimin e një nisme të re, që këtë radhë lidhet me një tjetër ndërmarrje, institucion të rëndësishëm në Republikën e Shqipërisë, që është Autoriteti Rrugor Shqiptar. Siç e tha dhe rektori, ka edhe një element tjetër ky bashkëpunim, barazinë gjinore. Banka Botërore, e cila është financuese e këtij programi, e ka një nga komponentët më të rëndësishëm barazinë gjinore. Por tek flisnim me rektorin dhe tek komunikonim edhe me zyrtarët e Bankës Botërore këtu, ne i shpjeguam që në industrinë e rëndë, në transport apo energji, në Shqipëri ka shumë gra dhe vajza që kontribojnë dhe për të thënë të drejtën ne nuk e kemi këtë barazi të munguar gjinore. Unë, që drejtoj sektorin, jam një grua. Drejtoresha e përgjithshme e infrastrukturës, Ariola Muka, që ka vite që drejton këtë sektor, është gjithashtu një grua. Disa nga zëvendësministrat e Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjisë janë gra. Dhe nga ana tjetër edhe në Autoritetin Rrugor Shqiptar ne kemi inxhiniere, juriste, ekonomiste që punojnë prej vitesh. Megjithatë, padyshim, është i mirëpritur ky program dhe ne do të nisim me këtë komponent të rëndësishëm. Nga ana tjetër, unë do desha që të sqaroja pak se si do të funksionoj, pasi edhe teknikalitetet janë të rëndësishme dhe besoj që të gjitha studentët janë të interesuara që të dëgjojnë. Programi i praktikës paguar parashikon vendosjen par ARSH-s në fazën e parë të 10 praktikanteve me kohë të plotë. Kjo do të jetë faza e parë e programit, pasi do të ketë dhe një fazë të dytë e cila do të adresohet me 15 praktikante studente të tjera. Në varësi të ecurisë programit, ne do të jemi në koordinim të vazhdueshëm me Bankën Botërore për ta shtyrë në kohë dhe për të rritur numrat e praktikantëve që do të atashohen Autoritetit Rrugor Shqiptar. Kozjatja e programit do të jetë 6 muaj për studentët e diplomuara, ndërkohë që për studentët që janë në vitin e fundit, kozjatja do të jetë 3 muaj, duke u përputhur kështu plotësisht me kurrikulën tuaj, siç kemi dakordsuar edhe me universitetin. Pra në rastin e parë fillojmë në muajin nëntor dhe përfundon në muajin prill dhe në rastin e dytë fillon në muajin mars dhe përfundon në muajin maj. Gjatë kozjatjes së programit, praktikantët do të atashohen në sektor të ndryshëm të strukturës së Autoritetit Rrugor Shqiptar, si sektori projekteve, mirëmbajtjes, preventivimit, sektori mjedisit dhe impaktit social. Pjesë integrale e kurrikulës do të jenë gjithashtu vizitat e përjavshme në teren, ose thënë ndryshe, do të jeni detyruar që të shkoni një herë në javë në kantiera. Këto ju a them nga eksperienca ime. Mund të uleni në tryeza, mund të lexoni shumë projekte, mund të lexoni libra, por vendi ku ju mësoni më shumë është kantieri. Në kantier do keni mundësi të shikoni se si zhvillohet infrastruktura e vërtet dhe keni parasysh që ndoshta në një vend tjetër nuk është kaq e mundur që të ketë kantiere të ndryshme me tipologji të ndryshme, por në Shqipëri këtu e kemi këtë mundësi. Pasi ndërtohet nga veriu deri në jug dhe mund të shikoni se si ndërtohen infrastrukturat e rënda, siç është rasti i urave apo tuneleve, që edhe sot që flasim pavarësisht se kemi dorëzuar shumë prej tyre, kemi të tjera që janë proces, apo të dalloni llojet e ndryshme të gjeologjisë që i keni parë në aula dhe auditorët e universitetit, por është komplet ndryshe që të shikoni në teren. Dhe kjo do jetë pjesa më e bukur në mendimin tim e kësaj praktike. Nga ana tjetër, keni parasysh që me fillimin e linjës hekurudhore Tiranë-Durrës, e cila duhet nisë operimet brenda vitit 2026, do të nevojiten punonjës të trajnuar në mënyrë të ngjashme me stafin e kontrollit të trafikut ajror. Jemi duke kaluar në një nivel tjetër. Më kujtohet kur unë fillova të drejtoja trafikun ajror, ishte një nga punët më të kërkuara, pasi me të vërtet bëhej fjalë për një trup të zgjedhur, elit, prej 70 personash, ndërkohë që sot ne do të zhvillohemi në mënyrë paralele dhe në 2 sektorë të tjerë modern, që është ai i kontrollit detar
duke pasur parasysh të gjithë projektet që Republika e Shqipërisë ka dhe masterplanin që jemi duke dizenjuar për të pasur në 476 kilometrat e Bregdetit ton disa marina moderne dhe të qëndrueshme, bazuara mbi inovacionin dhe nga ana tjetër të gjithë rrjetin e kurudor, i cili do të kontrollohet me dispečeri të ngjashme me ato të aviacionit. Të gjithë ta specialistë duhet dalin nga radhët tuaja. Dhe sot do të përfitoja nga rasti për t'ju thënë edhe një fakt tjetër shumë të rëndësishëm. Në javën e ardhshme, pra duke nisur diku nga data 10 tetor, një nga kompanitë më të mira për sa i përket mirëmbajtjes së avionëve, do të vinë në Shqipëri për të nisur intervistat e para dhe për të rekrutuar 40 punonësit e parë, të cilët hynë në një industri të re, industria e mirëmbajtjes së avionëve. Diçka që nuk e kemi pasur deri më sot. Kjo është një kompani italiane ekselence, e cila ka hyrë në marrëveshje me aeroportin ndërkombëtar të Vlorës për të ngritur atje hangarët e parë dhe për të punësuar vetëm punonjës shqiptar. Djemë dhe vajza, të cilët kanë studiuar apo janë duke studiuar në fusha të ndryshme të inxhinierisë dhe duke i dhënë një formim që ne sot nuk e kemi në kurrikulat tona, por që sigurisht po të kemi një treg në të ardhmen në bashkëpunim edhe me Universitetin Politeknik, ne do të diskutojmë se si ta kthejmë pjesën e aviacionit, avionics më saktë, por edhe pjesën e navigimit në një kurrikul permanente të këtij fakulteti.